Emigracioni po zbraz qytetin e Librazhdit, qindra familje janë larguar drejt Europës për shkak të papunësisë, ndërsa më të prekur mbeten të rinj dhe fshatrat kufitar me Maqedoninë. Këto hoqë tani të gjithë, edhe unë sam, gjithë shumë nga kam jojnë të njojnë jashtë. Sa e këtu punon në gjenë, se këtu. Ska që tjede punojnë një firma, punojnë një jo. Është problem emigracioni? Problem, si, problem. Që problem, ka ngejt vetë plekë. Sa familje ke jashtë? Të gjashtë larguar. Po nuk të shërben asnjë, vetëm e grua një. Ajo është dhërë të betë më me herë, unë gjudhët një herë dhe hëtë më barë. Kur dhe të dhej? Ata fniti ka marrë boto. Sa marrin të hujtë, u apin nga 1.000 herë, nga 2.000 herë, që se gjesit ta në ebë si desit në apin në të tëtë. Juve vetë, keni emigrant nga familja? Ka. Ku i ke? Gocën e kom në Angli, gjallin Greqi. A vinë të takojnë, a vinë? Po vi ka një. Kur apin leja ta pernahë. Ka emigracion Librazhi? Për migracioni që në fillime që me hapjen e atyre, migracioni ka vazhdu, për vazhdojnë. Gjithmonë luftohet për jetë më të mirë. A ka emigracion Librazhi? Ka shumë. Juve vetë, këtu i keni familje? Jo, a ne jemi. 4 fmita ne i kemi. A i vinë shpesh t'ju takojnë? Njerë vit.